Arrestohet shefi i qarkullimit të Tiranës, përgjegjësi i aksidenteve dhe një oficer i policisë gjyqësore, SPAK i akuzon për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Gjendet motori i autorëve të plagosjes së 4 fish në Tiranë pas krimit, atentatorët u larguan në drejtim të Elbasanit dhe humbën gjurmët në fshatra. Deputetët e Kosovës bëjnë betimin, rrëzohet propozimi vetëvendosjes për zgjedhjen e Albulena Haxhiut në krye të kuvendit, seanca e radhës do të mbahet të hënën. Debatet dhe thyrje rregullash në fermën e VIP-ave, Agai ndëshkon 3 konkurrent, u zbriten 10.000 euro nga çmimi. Të hënën eliminohet njëri nga fermerët. Mirëmbrëma zoja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Drejtuesit e policisë rrugore të Tiranës janë arrestuar në akuzën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Kreu i qarkullimit Roven Zeka dhe shefi i sektorit të aksidenteve Sokol Novaku dyshohet se kanë marrë shuma parash. 2 prej zyrtarëve të rrugores u dorëzuan këtë të shtunë në policinë e kryeqytetit. Këto janë pamjet kur shefi i sektorit të aksidenteve Sokol Novaku si dhe oficeri i policisë gjyqësore Edison Tabaku dorëzohen në drejtorinë e policisë së Tiranës pasi SPAK lëshoi urdhër arreste ndaj tyre. Prokuroria e posaçme bëri një tjetër goditje për kupolën drejtuese të policisë së shtetit, ku përveç Sokol Novakut dhe Edison Tabakut, u arrestua edhe shefi i qarkullimit rrugor të Tiranës Roven Zeka. Ky i fundit është kapur gjatë mbrëmjes së të premtes. Zyrtarët e policisë rrugore prej disa kohësh ishin në hetim të nisur nga SPAK pas dyshimeve për korrupsion dhe shpërdorim detyre në rastet e aksidenteve rrugore. Mësohet se bëhet fjalë për një aksident ku ishte përfshirë një grua, të cilës drejtuesit e rrugores i kanë marrë shuma parash. Ndërkohë, pritet që prokuroria e posaçme të japë më shumë detaje lidhur me operacionin dhe shkeljet e kupolës së rrugores së kryeqytetit. Policia ka siguruar prova të reja për atentatin me 4 të plagosur në zonën e Lundrës në Tiranë. Motori i përdorur nga autorët e krimit të rënd është gjetur sot në fshatin Mullet. Pasi qëlluan me breshëri drejt makinës ku ndodheshin 2 vëllezër i temitur, shoku i tyre dhe shoferi, atentatorët u larguan dhe humbën gjurmët në fshatrat e Elbasanit. 2 ditë pas ngjarjes së rënd në Tiranë ku u plagosën 4 persona, policia ka gjetur një motomjet të djegur i cili dyshohet se është përdorur nga autorët e kësaj ngjarjeje. Motomjeti u gjet në afërsitë të fshatit Fikas në Mullet. Ajo që dihet deri më tani është se autorët e plagosjes së 4 fisht, pasi qëlluan me breshëri plumbash në drejtim të mjetit luksos tip G-klas, janë larguar me shpejtësi në drejtim të Elbasanit. Gjatë rrugës ata kanë devijuar në disa fshatra ku dhe kanë humbur gjurmët. Hetuesit kanë dokumentuar përmes kamerave të sigurisë një pjesë të itinerarit të tyre, por për shkak se janë fshehur në rrugë dytësore rurale kanë arritur që të humbin gjurmët, duke përfituar nga mungesa e kamerave të sigurisë në këto zona. Gjatë kohës që atentatorët kanë nisur të qëllojnë në drejtim të makinës, përveç 7 gjurmëve të plumbave që janë gjetur në mjet, një prej tyre ka kapur një makinë tjetër që ka qenë duke lëvizur në afërsi. Drejtuesi i saj është larguar menjëherë prej frikës, por më vonë ka njoftuar policinë. Një pjesë tjetër që po verifikohet nga policia është ajo e fajdeve, nëse familja e 2 fëmijëve të mitur që mbeten të plagosur janë të përfshirë në këto skema të jashtëligjshme apo jo. Në këtë rast, hetuesit kanë dyshimet se përplasja me persona të tjerë për shkak të fajdeve të pashlyera mund të jenë motiv për atentatin. Edhe në këtë pistë, e cila është në fazën e verifikimeve, grupi hetimor beson se autorët kanë gatruar shënjestër, duke mos ditur se brenda mjetit ishte shoferi i familjes Demiraj dhe 2 djemtë e mitur si dhe fëmijë e tyre adoleshent. Ndërkohë, pista tjetër që është ende në hetim është ajo se vrasësit e dyshuar me pagesë mund të kenë patur si shënjestër eliminimin e gruas së Roan Brahimit dhe jo familjen Demiraj. Eveja Ibrahimit jeton në vilat luksoze të Lundrës dhe zotëron një mjet të ngjashëm me atë që po udhëtonin 4 persona të plagosur. Roan Brahimi, i cili u ekzekutua në vitin 2024 në Athinë në sy të gruas tjetër dhe djalit të tyre të mitur, ishte një nga personat që kishte konflikte të ashpra me klanin e mbretit të lojrave të fatit Ervis Martinaj. Mbrëmjen e sejntes, ditën që u bë atentati në Lundër, në Lezhë u vra babai i Roan Brahimit, Gjovalim Prendi. 2 persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia për pjesëmarrje në organizat kriminale, trafikim droge dhe prostitucion janë arrestuar nga policia. Lut kanë arrestuar Klodian Lomin, i njohur ndryshe me mbiemrin Mazari.
34 vjeçari është prangosur pasi gjykata në Rom e ka dënuar në vitin 2023 për organizat kriminale, trafik droge dhe prostitucion. Ndërkohë, gjykata e Torinos në vitin 2024 ka dënuar me 4 vjet e 3 muaj burg për grup kriminal, organizat kriminale dhe vjedhje Roland Ibrahimin, i njohur ndryshe si Ali Meci. 40 vjeçari u kap në Fushkruj, ndërkohë që vion puna për kapjen e personave të tjerë që janë të shpallur në kërkim. Gjykata e Korçës la në burg Andi Shkulakun i arrestuar 3 ditë më parë me urdhër të prokurorisë së Korçës. Ai akuzohet për moskallëzim krimi lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur në 10 gusht të vitit të kaluar, ku mbeti viktim Egli Proga. Arrestimi i tij u bë pasi një dëshmi e re u administrua nga prokuroria e Korçës, ku pretendohet se viktima Egli Proga fillimisht dyshohet se është dhunuar brenda një lokali e më pas është goditur jashtë ambienteve të biznesit. Sipas akuzës, i arrestuar Andi Shkulaku dyshohet të ketë parë shumë detaje, pasi gjithnjë sipas grupit të hetimit ka qenë prezent ditën e ngjarjes dhe më pas është larguar. Prokuroria e Korçës vetëm para pak ditësh bëri me dije se kishte mbyllur hetimet për këtë çështje, duke dërguar për gjykim dosjen, por dëshmia e re duket se ndryshon edhe një herë tjetër rrjedhën e hetimeve për vrasjen e 42 vjeçarit Egli Proga. Nga Maliqi, kryeministri Edi Rama i konsideroi zgjedhjet e 11 majit vendimtare për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Socialiste tha se qytetarët duhet të zgjedhin mes kënetës dhe uljes në tryezën e Unionit. Kryeministri Edi Rama ftoi shqiptarët votojnë Partinë Socialiste në 11 maj si e vetmja forcë politike që mund të bëjë Shqipërinë anëtare të BE-s në vitin 2030. Gjatë një takimi në Maliq, kryesocialisti theksoi se 11 maj është dita kur vendoset e ardhmja e vendit përtej bindjeve politike të secilit. Të tërë së bashku, përtej dallimeve partijake, përtej të majtës e djathtë, nuk ka të majtët djathtë ka vetëm këtu, trotuari majt, trotuari djathtë. Rruga jonë është vetëm e drejtë, vetëm përpara në Bashkimin Evropian. Lideri i majorancës vuri ndukje se janë 1000 punonjës të administratës që sot përpiqen për mbylljen e negociatave e asnjë vonesë nuk duhet të ndikojë në rrugën e anëtarësimit në BE. Zgjedhja është midis së mirës madhe të përbashkët të gjithë këtij vendi, gjithë këtij kombi dhe interesit të një familje vetme. Zgjedhja është midis Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, zonjë në Europë dhe kënetës dhe bufit saj për ta kthyer Shqipërinë prapë atje ku ajo gjithmonë përfundon kur është ngatoduar drejt e ngrohtë. Rama përsëriti rëndësinë që ka vota e grave e vajzave në 11 maj, duke replikuar me kundërshtarët politik për fjalët që ai ka zgjedhur të përdorë ndaj burrave. Dhe më pëlqen shumë sepse ngrihen tani ata deputetët edhe bëjnë statuse, ne nuk jemi çyryk. Si mund të thotë njeriu unë jam çyryk? Ai thotë unë jam çyryk, ai vetëm çyryk është. Kështu që burrat gjysma janë gjysmën e trurit e kanë me ujë, e ujë kënete. Por ama ne e kemi shumë të thjeshtë llogarinë. Shumicën e grave, shumicën e të rive, gjysmën e burrave na mjafton ajo dhe ne jemi ku e ku. Sipas kryesocialistit Edi Rama, vota e vajzave e grave duhet bëjë diferencën në zgjedhjen e 11 majit. Shumë fort për të çuar deri në fund. Lideri i opozitës kërkoi votë në Dibër për kandidatët e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Sali Berisha përsëriti premtimet për rritjen e rrogave dhe pensioneve. Ai tha se nuk i duhet pushteti, por synon të përmbush misionin për ndryshimin e jetës së shqiptarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi kandidatët në Dibër, duke premtuar se prioriteti i qeverisë së pas 11 majit do të jetë mbrojtja e qytetarëve që sot përballen me rritjen e çmimeve dhe shtrëngimin e jetesës. Me një tabelë me numrin 1, një stil i ngjashëm me stilin e fushatës presidenti amerikan Trump vitin e kaluar, Berisha deklaroi se brenda 100 ditëve të para të qeverisjes nuk do të ketë pension më të ulët se 200 euro. Paga minimale do të jetë 500 euro e paga mesatare 1200 euro. Filozofia jonë, thelbi këtij programi
bazohet në parimin e thjeshtë. Parat qytetarëve. Partia Demokratike do vendos minimum jetik 200 euro për çdo shqiptar, për çdo pensionist që ka pensionin në 200 euro, për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo student, për çdo jetim. Berisha ju përgjigj kundërshtarëve politikë që e cilësojnë të vjetër për shkak se është 80 vjeç. Në këtë moshë, në këto vite, në vjeshtën time të mrekullueshme, nuk me duhet pushteti. Nuk kam ambicie për para, as për luks. Por kam një ambicie, por kam një qëllim, por kam një mision, të bëj gjithçka për të ndryshuar jetën tuaj. Berisha replikoi edhe me rivalin politik Rama, i cili pak ditë më parë në Dibër i cilësoi burrat çyryk. Ti fole dje si kopuk. Sigurisht me ato ministreshat tua që gjigna miglohen në atë mënyrë. Burrat e Dibrës janë si malet e Dibrës. Njëra i që i sulmon. Sipas Berishës, qytetarët në 11 maj duhet vendosin për të ardhmen në ekonomisë së tyre familjare e për të ardhmen në fëmijëve të tyre. Në prag të festës së Pashkës, Arqi i Peshkvi i Shkodrës, Giovanni Peragine, ka përcjellur urimin për të gjithë besimtarët. Me thirrjen për më shumë shpresë për vendin, kleriku i është drejtuar edhe politikës që është angazhuar në fushatën për zgjedhjet parlamentare. Besimtarët katolik dhe ata ortodoks festojnë këtë të diel Pashkën, e cila këtë vit përkon në të njëjtën ditë për të dy besimet fetare. Arqi Peshkvi i Shkodrës në mesazhin e tij apeloi për më shumë shpresë për një jetë më të mirë. Krishti i ringjallur është themeli i shpresës së sonë dhe burimi i çdo rilindje të re. Në një botë të plagosur nga pasiguritë, konflikte dhe frika për të ardhmen, jemi të ftuar të bëhemi dëshmitar të shpresës që nuk zhgënjen. Si bi dhe bia e dritës, të frymëzuar nga Pashka dhe të udhëhequr nga shpirti këtij jubileu, le të bëhemi shenjë shprese në vendin tonë. Arqipeshkvi i Dioqezës së Shkodrës kishte edhe një mesazh për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Qofshin këto zgjedhje një ringjallje vërtete për mbar vendin. Qytetarët të vendosin shumë shpresë në këto zgjedhje dhe nuk mund të zhgënjehen. Shqipëria ka nevojë për një zgjim të madhe, një zgjim të ndërgjegjës morale, një gjallërim të jetës shoqërore, një ndryshim të thellë në politike dhe një gjallërim të shpirtit kulturor. Festa e Pashkës është zemra e festave të krishterëve. Krishti u ngjall, më të vërtetë u ngjall. Alleluja. Në pikat e kalimit kufitar me Greqinë është shënuar fluksi i lartë lëvizjesh, emigrantët që jetojnë në vendin fqin janë kthyer për të kaluar Pashkën pranë familjeve. Mijëra shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi kanë ardhur në vendlindje për të festuar Pashkët pranë familjeve të tyre. Në pikën kufitare të Kapshticës, në 72 orët e fundit, janë numëruar mbi 20.000 shqiptarë që janë kthyer në AD, ndërsa 8.000 të tjerë kanë dalë drejt Greqisë. Pavarësisht lëvizjeve të shumta, situata në pikën kufitare të Kapshticës paraqitet e qetë, pa radhë të shumta apo vonesa në përpunimin e dokumentacionit. Autoritetet kufitare bëjnë me dije se aktualisht po punohet me 5 sportele për të menaxhuar fluksin dhe për të garantuar një shërbim sa më të shpejtë për qytetarët. Në vijim pritet që lëvizjet të mbeten të larta edhe në ditët pas festës, me kthimin e emigrantëve drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. E njëjta situatë është paraqitur dhe në pikën kufitare të Qafthanës. Gjatë 48 orëve të fundit në këtë pikë kufitare kanë hyrë dhe kanë dalë më shumë se 16.000 shtetas shqiptar dhe të huaj. Shqiptarët e Kosovës kanë zgjedhur Bregdetin e Durrësit për të kaluar ditët e fundjavës që përkojnë me Pashkët. Administratorët e hoteleve thonë se rezervimet kanë qenë të shumta edhe nga turistët e huaj.
Festa e Pashkëve ka bërë që pjesa më e madhe e hoteleve në Durrës këtë fundjavë të jenë të rezervuara nga turistët që kanë sjellur Shqipërinë për të festuar. Në krye të listës mbeten turistët nga Kosova, të cilët kanë shfrytzuar dhe ditët e pushimit për të ardhur në Shqipëri, por nuk mungojnë dhe vizitorët vendas dhe ata të huaj, kryesisht nga Bullgaria. Kjo fundjavë është dedikuar komplet turizëm nga Kosova, të cilët kanë preferuar ta festojnë këtë fundjavën e Pashkëve në Shqipëri, duke qenë se është një fundjavë gjatë dhe njëkohësisht dhe festa e Pashkëve dhe ka shumë rezervime nga shtetet nga Kosova, të cilët kanë preferuar që këtë fundjavë të vinë në Shqipëri. Me informacionet që kam dhe nga kolegët e mi, gati gjithë hotelet e Durrësit janë 90% rezervuar me turistë nga Kosova këtë fundjavë. Krahas akomodimit, operatorët turistik kanë ofruar dhe paketa festive me çmime të përballueshme për çdo buxhet. Ne kemi përgatitur ofertat tona, të cilët zakonisht janë me vaktet e përfshira, që variojnë nga 40 deri në 50 euro personi, ku përfshihen gjitha vaktet dhe përfshihen dhe facilitetet e hotelit. Durrësi duket se po konsolidohet gjithnjë më shumë si një nga destinacionet më të preferuara për pushime, por edhe për festa. Kjo jo vetëm për afërsinë gjeografike, por edhe për mikpritjen e ngrohtë dhe ofertat që ofron. Radhë të gjata kilometrike janë krijuar këtë fundjavë në qytetin bregdetar të Vlorës. Fluksi më i shtuar është në rrugën transballkanike, aty ku lëvizja automjeteve bëhet me mjaft vështirësi, por edhe në disa akse të tjera brenda qytetit për shkak të punëve publike. Ndonse nuk ka nisur ende sezoni veror, çdo fundjavë Vlora përballet me një problem të tillë. Bashkia ka premtuar se sezoni do ta gjejë qytetin bregdetar me punime të përfunduara në akset problematike. Ndërkohë shtimi i automjeteve vjen për shkak të turistëve vendas, të cilët kanë zgjedhur Bregdetin për të kaluar ditët e pushimeve të Pashkëve. Dy aksidente të ndodhura brenda një ore, lan pas një viktim dhe një të plagosur në qytetin e Shkodrës. I pari u regjistruar rreth orës 10:50 të paradites së kësaj të shtune në lagjen 3 Heronjt. Një automjet i drejtuar nga një 70 vjeçare përplasi këmbësoren Liza Ndoja. 65 vjeçaria, si pasojë e aksidentit, nuk arriti t'i mbijetojë nga plagët e marra. Policia shoqëroi drejtuesen e mjetit. Ndërkohë, rreth orës 11:30 u shënua një tjetër aksident në rrugën Isuf Sokoli, ku një makinë përplasi një person që lëvizte me biçikletë. I plagosuri u transportua menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i mjetit u largua nga vendngjarja dhe policia po punon për kapjen e tij. Një 38 vjeçar ka humbur jetën gjatë punëve për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Mësohet se i riu ka qenë punëtor brenda kantierit dhe ka rënë nga lartësia gjatë punimeve për godinën e terminalit. Policia njofton se do të merren në pyetje të gjithë personat përgjegjës për punimet në aeroport për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Deputetët e Parlamentit të Kosovës bën betimin këtë të shtunë, por zgjedhja e kreut të kuvendit dhe nënkryetares dështoi. Albulena Haxhiu, e propozuar nga vetëvendosje për postin e kryeparlamentares, nuk mori votat e nevojshme. Ligjvënësit do të mblidhen sërish në seancë të hënën. Deputetët e Kosovës u mblodhën këtë të shtunë në seancën e tretë për konstituimin e kuvendit pas dështimit të dy seancave të para. Konstituimi dështoi sërish pasi 120 të zgjedhurit e 9 shkurtit nuk i dhanë besimin e Albulena Haxhiut nga lëvizja vetëvendosje që të bëhet kryetare e legjislaturës së 9. Propozimi u hodh 2 herë në votim, por në të dy rastet ajo mori vetëm 57 vota pro të pamjaftueshme për të zgjedhur. Megjithatë, në seancën e sotme, deputetët arritën të miratonin unanimisht raportin e ri të komisionit për verifikimin e mandateve dhe kuorumit. Vetohet. Të dyja këto pika kishin krijuar ngecje në të dyja seancat e kaluara, pasi opozita argumentonte që antarët e qeverisë së bashku me kryeministrin do duhej të jepnin dorëheqjen për të bërë betimin. Një gjë e tillë sipas opozitës u arrit sot, megjithse nga ana tjetër vetëvendosja tha se nuk kishte bërë asnjë veprim shtesë. Seanca e radhës do të mbahet ditën e hënë, ku pritet të zgjidhet kryetari dhe nënkryetarët për t'i hapur rrugën kështu krijimit të qeverisë së re.
Në këtë pikë vetëvendosje ka deklaruar se i ka grumbulluar numrat e nevojshëm përmes një bashkëpunimi me nismën socialdemokrate të Fatmir Limajt. Ai na ka ikë në mënyrë më turshme, që mundet me bëhet dikush. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj dhe nisma e Fatmir Limajt garuan së bashku në zgjedhjet e shkurtit, ndërsa përçarja mes tyre u krijua pas certifikimit të rezultatit. Debatet në fermën VIP Savine bëhen më të ashpra, ndërsa bashkë me to rritet edhe vështirësia e sfidave të agajt. 3 nga konkurrentët janë dëshkuar për thyerjen e rregullave, duke u zbritur nga çmimi i madh 10.000 euro. Në spektaklin e të premtes është hapur televotimi për 2 prej vajzave dhe njëra prej tyre do të eliminohet të hënën. Deklarata të forta, sfida të paparashikuara, emocione të bukura, rregulla të thyera. Ishte kjo panorama e natës së 6 të spektaklit Ferma VIP 2, mbrëmjen e së premtes. Sonte u ndala tek rregullat, shkelja e të cilave u kthye në një zakon për fermerët tanë gjatë këtyre ditëve. Gjatë kësaj jave, rregullat e thyera kanë qenë në mënyrë të përsëritur, ndaj spektakli nisi pikërisht me to. 3 fermerët, Alba, Andueli dhe Andrea, u dënuan nga agaj. Nëse ndonjëri prej tyre do të shpallet fituesi i edicionit të dytë, do t'i zbriten 10.000 euro nga çmimi i madh prej 100.000 eurosh. Po, veç mikrofonin, s'më plas. Përplasjet, prishet e aleancave dhe grupimet, këtë javë janë theksuar edhe më shumë. Një prej tyre ishte debati Anduelit dhe Andreas me Big Bastën, të cilët kanë ngritur akuza ndaj njëri tjetrit. Madje fjalori i ashpër dhe zëri i ngritur kanë vijuar gjatë spektaklit. Në zarf kam emrat e 4 fermerëve më pak të votuar. Një televotim i hapur në prajmin e së hënës vendosi fatin e rrugtimit të fermerëve. 4 më pak të votuarit e publikut, Nur, Gani, Danela dhe Kesi, kaluan në një sfidë, të ndarë në 2 grupe dyshe nga kryefermeri i javës Frederik Ndoci, konkurrentët u vunë përballë njëri tjetrit në një lojë shpejtësie. Sfidë kjo që u fitua nga dyshja Gani Kesi, ndërsa vajzat Danela dhe Nur kaluan automatikisht në një televotim për të eliminuar njërën prej tyre të hënën e ardhshme. Mbrëmja e 6 ishte ndërnetët më dinamike nga nisja e këtij prodhimi të Vision Plus. Një letër e papritur për Danelën ndryshoi gjithçka. Fermerja, në momentin që u bë pjesë e spektaklit, deklaroi se zemra e saj i përkiste dikujt jashtë. Për mbrëmjen e dieshme, ajo ka marrë një mesazh. Ai shprehet nuk kemi qenë ndonjëherë në lidhje. Dhe për mua nuk përbën asnjë problem se më ka afrohet Danela aty. Mesazhi e ka trënditur jo pak modelen e fermës. Dinamikat nuk mbaruan këtu. Moderatorja Luana Vjolca u komunikoi fermerëve edhe një herë që kushdo prek sendet personale do të ketë pasoja. Se të vjen sallë limi. Një vëmendje të veçantë mori edhe raporti i Limit me Albën. Situatë kjo që ka sjellë spekulime të shumta jo vetëm mes fermerëve, por edhe opinionistëve, teksa 2 fermerët kanë vijuar qëndrimin e tyre se ka qenë e gjitha një lojë e aktruar prej të dyve. Në jetën e përditshme jam regjisor, atë natë isha aktor. Edhe kjo mbrëmje u mbyll me muzikë të bukur nga artistët e fermës. Ndërsa të tjera rrjedha do të marrin drejtim ditët në vijim, mos u mbisni asnjë moment në 2 kanale të dedikuara të platformës Stream, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Ishte gjithçka për edicionin qendror të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë natën e mirë.